Ka që kapaciteti stadiumit. Po mbushën me fëmijë, se tani ke parë fëmijë djeli aty, se vetëm the kam parë fëmijë. A pe fëmijë? Po, kishte dhe fëmijë. A pra, pe fëmijë. Po fëmijë nuk ishin tuaj, ishin shqiptar. Fëmijë kalamaj shqiptar. Po. Besoj që fëmijët ishin të shoqëruar nga kanë çuar dhe fëmijë të cilët nuk duhet shkonin atje. Ministria e Arsimit ka çuar kalamaj, që s'duhet shkonin. Kjo është një debat tjetër, pastaj sepse ai është një flasim te ekonomia. Te ekonomia. Tani, pra, kanë ardhur një numër të huaj X, nuk e dim, apo jo. Kanë qëndruar sa? Nuk e dim, 2 ditë, 3 ditë, ndoshta? Okej. Kanë konsumuar, nuk e di çka kanë konsumuar, kanë pirë një birë, 2 birë etj, kanë fjetur edhe në bukin etj, dhe kanë ikur prapë. Me një llogari shumë thjesht, mendoj unë, po llogaria se shifrat nuk gënjejnë. Nuk është shifra prej 100 milionë eurosh që është thënë etj, apo shumë më pak. Dhe imazhi që thoni ju, imazhi apo impakti ekonomik në Tiranë, në këtë koncert nuk ka qenë ai që është pretenduar. A ka pas imazh pozitiv që ka ardhur një artist? Patjetër, duhet vitë të tjerë, patjetër. A ka pas një impakt ekonomik në Tiranë me këtë koncert? Patjetër, një fund që kanë ardhur në Amerika, kanë parë koncertin, edhe kanë vizituar Shqipërinë. Patjetër, nuk diskutohet. Po jo në superlativa dhe jo në propagandë. Kjo është çështja. Një fije ndano, propagandën nga exaltimi dhe suksesi që vjen një këngëtare që matë, sepse ai vërtet është shumë i madh dhe shumë i dëgjuar në këto momente. A mund të bëjmë një analizë politike se është shumë e bukur kjo që të shpërndash vëmendjen nga gjëra shumë të vogla. Dhe do bëj një krahasim shumë kur kishte një acarim të jashtëzakonshëm Greqia me Turqinë, quan Sakis Ruvas të bënte një koncert pikërisht ndërmjet Kipros greka dhe Kipros turke. Dhe qelloi që ishte, domethënë, genocidi ndar grekëve të pondëve. Dhe u bë një skandal shumë i madh. Dhe të dy po falimentonin dhe menaxheri dhe këngëtari dhe shkon takojnë atëherë Papandreun dhe i thot një skandal mulohet me një skandal tjetër më të madh. Pra nëse bëjmë të loj kungullesh dhe e veshëm atëherë Sakis Ruvas me fund. Po të bëjmë të loj kungullesh, nuk kemi pësirë si kohemi a ka prish punë protest. Protesta gjëja më bukur për hir të vërtetës dhe më estetike që i ka ndodhur Shqipërisë 30 vjet e fundit. Dhe flet njëri që ka bërë protesta edhe në 91-shin. Pikërisht me këta dy protagonistë që sot sollën stadiumin. Prandaj un po përdor këto metaforë nga John Lennoni te Kanye West. Pra nëse ne i përgjigjemi Kanye West me një artist tjetër i cili është kundër atyre që bën Kanye West, pra un prandaj kam vesh yllin, ai ka vesh svastikën dhe shkon me loj kjo. Ne jemi artistë, ne përdorim simbolikat. Dhe fundit në qeveri ke 4-5 artistë, ke ministrin e ke piktor, që bën këtë punë, kryeministrin e ke piktor, disa domethënë diplomatë ke artistë, pra është një lloj tani në fundit këto gjëra janë gabim. Problemi është unë i marr shumë thjesht gjërat. 4 milion. Ndërkohë që Galeria Kombëtare 4 milion bën buxheti i restaurimit të Galerisë Kombëtare 8 vjet, restaurant 6 vjet nuk e di sa ka.